Kam qenë rrjedhë të këtij procesi, edhe pikërisht Qendrori Kastrati pa të kërkuar edhe për krahën time për zbatimin e kësaj reforme, mirë po që në fillim i kom thonë që kjo është çështje e ndihshme me mbyll shkollat, pavarësisht se sa është numri i nxënësave të tyre. Mandej ai ka provuar, ka zhvilluar një lloj fushate nëpër lokalitete, edhe ka lansuar këtë ide, këtë projekt, por në asnjë vend nuk është për krah. Çdo kon është kundërshtu, saqë ka pas rast edhe që nuk ja kanë dhënë mundësinë edhe mu ul edhe me shpjegu se çka po pretendon ai, çfarë reforma po pretendon. Ai nuk ka qenë informuar sa duhet me gjendjen në komunën e Kamenicës, për shkak se ka jetu, është lind edhe ka jetu në Prishtinë, gjithsesi në Matiqan. Tash pas 4 viteve prapë është kthyer edhe është kandidu për kryetar komune. Edhe e ka nis një projekt të parealizueshëm. Domethënë që s'ka gjetë për krahje. Ndoshta edhe vetë po thotë jo mashtruar prej vetvendosit, për shkak se ata të njëjtën ide kanë pas, por ai mandej dul prej subjektit të tij, edhe mandej u kundërshtu ashpër. Edhe unë kam qenë kundërshtar i ashpër i kësaj ideje, asaj reforme ta quajmë, për shkak se nuk ka qenë reformë me mbyll shkollat. Deri dikon në disa lokalitete që ka pas pak nxënës, ka ndoshta deri dikon kuptim. Por edhe aty nuk është dashur me mbyll, për shkak se pas mbylljes së atyre shkollave ka ndodhur shpërngulje masive. Aty tash as ka nxënësa, as banor, si në Desivojce, në Tugjevse dhe Poliçke. Ka banor që pastaj mas mbylljes së shkollës kanë dalë prej fshatit, kanë dalë domethënë në sender diku. Jo shpërngul për shkak se nuk kanë dashur fëmijët e tyre mu maltretue me transport jo adekuat, rruga nuk ka qenë asfaltuar për Desivojce, Trstenë e tjerë. Dhe merr me një fëmijë të vogël prej Trstenës me bartë nëpër një rrugë pa asfaltuar me një mjet transportues jo adekuat në Shqipashnicë të epërme, nuk kanë leju prindit edhe është shpërngul. Por, as ma keq veproj në disa fshatra ku kishte mbi 100 nxënës, si në Karaçet poshtme, në fshatin ku jetoj edhe tani une, në Shqipashnicë të poshtme, në Busavat, në Kopërnicë, edhe në Petrovsk. I mbylli domethënë shkollat që numërojshin mbi rreth 100 nxënësa. Edhe aty, domethënë, e mor edhe goditjen më të madhe edhe në zgjedhjet që ishin. Kjo është faktari kryesor, po ndohet që i hubi zgjedhjet. Edhe vetë ka pranuar që po mos kishin qenë, domethënë, këto fshatra, unë me siguri do të kisha fituar. Ashtu është deklaruar, por me të vërtet e pa sjell komunën e Kamenicës në një gjendje shumë të keqe. Edhe ma merr mendje se ka gjuna ai për çdo orë të humbur të fëmijëve që i kanë humbur nga 1 vit e 2 vite mësim. Se unë jam me profesion doktor i matematikës edhe kam punuar gjatë edhe në proces arsimor dhe e kuptoj çka do të thonë me humb nxënësin 1 orë të mësimit. E mos flas me javë, me muaj edhe me vite. Po, do të thotë qëndrimi juaj është kundër kësaj reforme. Çfarë ka menduar me shkollat aktuale? Mas voni, nëse edhe mirët në një vendim nga niveli qendror, nga Ministria e Arsimit për reforma, duke i fuzionu nxënësat që kanë më pak shkollat që kanë më pak nxënësa, në komunën e Kamenicës kjo, domethënë ky veprim duhet më marrë mas voni, për shkak se jemi zonë kufitare me Serbinë. Dhe çdo mbyllje shkollës ndikon drejt për drejt në shpërnguljen e qytetarëve të asaj zone kufitare, edhe dihet çfarë dëmi, domethënë është me u shpërngul njerëzit prej zonës kufitare, si të Karaçevës, Desivojcës, mandej të Busavatës, të Gjevësit edhe fshatrave tjera.